إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Vazhdojmë me leksionet tona në mësimin e leximit të Kuranit. Sot me lenin Allah Azza wa Jall një shenjë që nuk dua me u thellu shumë sepse kjo temë është shumë e gjon. Na tham se tek zanorat e gjata, kur I morëm zanorat e gjata, do thon gjat, I të gjat edhe u. Do thon uja, wawi me dhamën paraprake mbi gjermën paraprake, apo? Po. Ajo është u e gjatë. E këto tri zanorat edhe këto janë med. Edhe këto janë med, do thon zgjatim. Tamam. Kjo është, do thon, ndahet në kategorinë zgjatimi bazik. Apo zgjatimi natyral. Ndërsa ky zgjatim tash që po e shihni këtu, kjo është zgjatim, është hyn në kategorinë e zgjatimit ansor. Këtu I kanë cek dietarët e tajvidit 13 lloje. Amo këto rregulla detajisht do t'i mësojmë në kursin inshallah në të ardhmen nëse Allahu Azza wa Jalla na mundson, në kursin e tajvidit. Prandaj nuk duhet thellohemi vetëm se shkurtimisht. Kur djene ky shenjë, këtu në këtë shembull tash që po e shohim këtu, zgjatet 4 fish apo 5 fish. 4 fish apo 5 fish. Po, këtu për shembull zgjatimi është për shkak, domethënë për shkak hemzës. Edhe vjen vetëm mbi zanorat e gjata. Kur e zgjatim 4 herë apo 5 herë zanorën, atëre e lexojmë kështu. Jaa. 4 fish, domethënë e zgjat apo mundet edhe 5 fish. Këtu për shembull, jaat. Këtu çe lexon? Sha'a. Këtu? Yasha'u. Këtu dhomë ki. Ja. Shikues të nderuar, po ti vllai I nderuar esmal tash me lena Allah Azza wa Jall do të shohim disa shembuj nga Kurani, edhe pse ky med që është med ansor, që konsiderohet në kategorinë e medit ansor, janë 13 lloje, ama këto do të vinë inshallah me lena Allah Azza wa Jall, me lena Allahut Azza wa Jall në kursin e tajvidit. Do të vim pak, do të shohim disa shembuj nga Kurani famulart. Ja këtu pra po e shohim si vetëm se ta keni qartë, mos të keni konfuzione, mos t'ju ngatrohet, lexoj me zgjatim këtë. Sheftu këtë medin që e pa më parë që mësum. Falamma la. Ja, falamma. A shef zgjatet, zanonë zgjatë, ose 4 fish zgjatë. Falamma. Bien pastaj prap me një med. A shef? Lezoj tash? Falamma dha kjo është habi. Po. Adaat. Në lidhet kjo po. Adaat. Po e shifni vetëm se qysh vjen edhe qysh lexohet që të mos ju ngatrohet. Okej? Po. Kullama mirë. Këtu? Da. Bashk këtë. Lezoj krejt këtë. Deri këtu. كلما ضاء أضاء شكو همزة أضاء كلما أضاء أضاء mirë. Vetëm se kujdes këtë hemza, do të thonë tjetë shqiptimi shumë I qartë dhe preciz. Kullama adaa. Mirë. Vetëm se 4 fish, do të thonë zgjatë minimum. Në rregull, edhe shembullin e fundit
prej këtu deri këtu lexoja. وإذا أظلم وإذا أظلم وإذا أظلم ضاين مير شبته يا حبيب طبعا. وإذا أظلم وإذا أظلم وإذا وإذا أظلم وإذا أظلم مير الله يشكر لفت إن شاء الله keni kuptuar dhe ju mësimin, a ke kuptuar mirë Esmeralda mësimin? Këtë med zgjatës? Do të thonë rregullin e kam kuptuar, tani më thjesht mbetet të bëj sa më shumë përsëritje që ta kem më thjesht. Po, në praktik, në zbatim. Po. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju rujt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح